Dhomat e specializuara në Hag të mërkurën kanë refuzuar sërish kërkesën e mbrojtjes që Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi të mbrohen në liri. Deputeti PDK-s Përparim Gruda ka shprehur indinjatën lidhur me refuzimin e kësaj kërkese, duke thënë se vendimi cenon të drejtat themelore të akuzuarve, që janë të garantuara nga Kushtetuta e Republikës dhe Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut. Mbajtja e zotit Veseli dhe të tjerëve bashkë me presidentin Hashim Thaçi për më shumë se 4 vite e gjysme në paraburgim përbën shkelje të standardeve të drejtësisë perëndimore, standardet për cilat Partia Demokratike ka besuar se në këtë gjykatë do të respektoheshin me përpëkmeri. Gruda tha se një gjykatë e tillë në zemër të Evropës nuk do duhej të shndrohej në një mekanizëm të përndjekjes, aq më pak në emër të drejtësisë dhe të viktimave të luftës. Zoti Thaçi, zoti Veseli, zoti Krasniqi dhe zoti Selimi nuk janë thjesht dhe vetëm qytetarë të akuzuar pranë një gjykate, por janë lider të luftës tonë për liri, arkitekt të pavarësisë Kosovës dhe ndërtues të institucioneve demokratike të Republikës Kosovës. Prandaj ne kërkojmë një gjykim të drejtë, të bazuar në standardet demokratike të vendeve perëndimore nga vinë gjyqtarët që punojnë në gjykatën speciale. Ai u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të marrin një rol aktiv në ofrimin e garancive për të akuzuarit, duke u shprehur i bindur se procesi në Hag dhe epilogu i tij nuk janë çështje individuale, por çështje themelore për historinë dhe të ardhmen e shtetit tonë.